Nga Selaniku, drejtuesi politik i Partisë Socialiste për Diasporën, Tauland Balla, theksoi se një numër i konsiderueshëm bashkëdetarësh ende nuk kanë marrë zarfin e KQZ-s nga zyrat e postës. Por sipas Ballës, edhe më shqetësues është numri i madh i atyre që kanë marrë zarfin, por ende nuk e kanë kthyer atë. Shumë faleminderit për gjithë ju që tani më e keni kryer detyrën tuaj ndaj dheut dhe e keni dërguar votën tuaj. Ka ende për ju që nuk e kanë tërhequr ende fletën e votimit, janë rreth 8.000, siç njofton Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që duhet të paraqiten menjëherë pranë zyrave të DHL-s këtu në Selanik, në Afin apo dhe në Ishuj tek nën kontraktorët e DHL-s për ta tërhequr. Por është dhe një numër i madh, diku ke 25.000 për jush që e kanë tërhequr zarfin me fletën e votimit, por nuk e kanë kthyer atë ende. Prandaj është shumë e rëndësishme që ta kryeni këtë në orët e mbetura deri ditën e shtunë për Selanikun, Patrën, Afinën, qytetet më dha, dhe deri të premten për qytetet më të vogla apo zona rurale. Balla bëri thirrje për të respektuar afatet duke nënvizuar se koha është shumë e kufizuar, ai dha edhe oraret e funksionimit të zyrave të DHL-s. Prandaj nxitoni, zyrat e DHL-s janë të hapura deri në orën 17 apo deri në orën 18 në qytetet më dha, dhe ndërkohë zyrat e DHL-s do të jenë të hapura edhe sa i përket të premtes dhe të shtunës për qytetet më dha. Ju falenderoj gjithëve dhe le ta kthejmë këtë votë historike në një mbështetje të madhe për të çuar përpara Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Balla ndër të tjera falenderoi shqiptarët që kanë shprehur vullnetin e tyre me votë.